Shikues të dashur, u rikthyem përsëri në studio, 8:03 minuta po shënon ora për momentin. Ju do ta keni tashmë numrin në ekran ku mund të dërgoni pyetje, mesazhe, po ashtu edhe telefonata drejtuar doktorit të cilin e kemi në studio. Sot bashkë me dermatologun Gëzim Bajrami do të flasim për lëkurën në fakt, po si fokus se kemi kondiloma acuminata, që është një sëmundje ngjitëse seksuale. Ne do ta trajtojmë këtu me doktorin duke treguar se çka është kjo sëmundje, cilat janë simptomat, ç'është vije, trajtimi ç'është bë, diagnostikimi dhe gjitha këto tutje do t'i sqarojmë me doktorin, por patjetër mund të ndalemi të flasim edhe për probleme të ndryshme të lëkurës dhe po ashtu këto probleme të cilat mund të ashpërsohen gjatë stinës së ftoft apo stinës së dimrit. Mirëmëngjesi doktor, faleminderit për punën që keni dhënë. Faleminderit të ju për ftesën. Kënaqësi që ju kemi këtu. Doktor, çka është kjo sëmundje ngjitëse dhe pse në fakt trajtohet? Unë ju tregova edhe më herët që dje kemi diskutuar bashkë me kolege, pse trajtohet kjo nga dermatologët dhe jo ndoshta nga infektolog apo nga profesionistë të tjerë që zakonisht merren ndoshta me këto sëmundje. Kondiloma acuminata është një sëmundje ngjitëse virale, i shkaktuar nga virusi papillomës humane, kryesisht 6 edhe 11, por kemi edhe virus tjerë, kemi 18, kemi 16, 31, 35, që i takojnë papavirusve. Kjo është sëmundje ngjitëse, kryesisht mirret gjatë marrëdhënieve seksuale. Në kohën e fundit, në 20 vjetësin e fundit, është evidente në Kosovë. Përveç marrëdhënieve seksuale, këtë sëmundje mund ta merr njëri edhe nëpër banjë, nëpërmes teshave, domethënë nuk është vetëm infekcion që mirët drejt për drejt me marrëdhënie. Pra, mundet me kalu edhe përmes rrugëve të tjera? Po, edhe rrugë tjera që mirët. Kryesisht atakon moshën e ri. Shembull aty prej 19 deri në 22-25, po kohën e fundit është me hapa përpara, është në shtim, domethënë, jo vetëm moshat e reja, po i atakon edhe të vjetërt. Regioni ku paraqitet është regioni pubik, domethënë për rreth organeve seksuale gjenitale, po edhe paraqitet edhe në regionin anal. Në regionin anal, pastaj edhe në buzë. Paraqitet në fillim si lyrtha të zakonshme, dëbuta, që janë të vaskularizuar mirë, me kalim kohës fillojnë ato të kruhen, me qenë se në fillim duken të buta, masanej mund të forcojnë. Është karakteristike tyne që shumica pacientëve tek ne e anashkalojnë, e llogaritin si lyrtha të zakonshme të durve, shembull po. Ndërsa me kalim të kohës ajo shpërndahet nëpër lëkurë. Shpërndahet nëpër lëkurë. Po ditë shkon drejt e umbulikusi. Domethënë edhe në regionin inguinal, kryesisht din të kalon edhe në ureter, din të kalon edhe te femrat në vulvë, në mitër. Kështu që ky virus kryesisht tipi 16 dhe 18 e shkakton disa probleme. Mundet me shkaktu probleme karcinom të organit gjenital i moshkullit, ashtu edhe në qafërt të mitrës. Kështu që e paraqet është me një rrezik që është shumë më rëndësi të vedisohen të rritë kryesisht, se shumica nuk vinë te mjeku prej marrës sepse nuk mund të zhveshen ashtu kështu, por në fund me një kujdes maksimal dhe me një intervenim të mëhershëm, kjo sëmundje eliminohet dhe nuk le pasoja. Po simptomat e para do të thotë apo shfaqja e parë mund të jetë lythje apo kruarja? Po, te disa pacientë din paraqitet spori e krumja. Pastaj me kalimin e kohës ato veç fillojnë të shumohen. Paraqiten si të vetmora, po paraqiten edhe që shtojnë si gishtrit nga njerë. Kështu që din me pos masi të ndryshme. Kemi një tip të nësi që im në kondiloma bushke që dhe mu baje sa grushti. Kështu që aja jep një problem pak më të madh, është një tretman pak më i gjatë. Këto kryesisht trajtohen në disa mënyra. Ne shembull këtu dermatolog në Kosovë i trajtojmë më shumëti me krioterapi, me azot e langët, me termokauter, laser, me podofilin 20-25%, po do të kujdes e din të shkakton kjo podofilina dhe të shkakton edhe
edhe probleme në lëkurë. Doktor, pse ne i përmendëm edhe moshën e re, çka duhet me ditë edhe qysh me urujt prej këtyre infeksioneve? Do shta jo vetëm prej këtij, por edhe prej infeksioneve të tjera të cilat mund të merren, qoftë me anë të marrëdhënieve seksuale, qoftë ndoshta edhe tutje përmes banjeve të cilat i përdorim apo vendeve se ku qëndrojmë. Po na do të mosha e re vjen si pasojë e ndryshimit partnerëve shpesh. Por nuk do të thotë, si të thashë prapë, kjo që vje vetëm prej marrëdhënieve seksuale. Do të me pas kujdes në përbanja, publike kryesisht. Pastaj do të me pas kujdes që kjo mirët edhe me kontakt, shembull, me tesha. Kështu që do të me pas një vëmendje më të madhe. Sepse problemi është te komplikimet, se për ndryshe si smundje trajtohet letë edhe mirë. Po kretë është në pyetje koha se kur do të kapë me virusin. Shembull, ka pacient që vjen një vjet me këtë probleme. Nuk ka kujdes, shembull i hekmin, aja hekmi të gjitha virus, dërsa nëse ka qëndru virusin një kohë gjatë në lëkurë e shpërnda. Ne nuk kemi drejt shembull të djegmi lëkurën e shnosh aty ku nuk ne e shohim virusin. Kështu që do të me pas një kujdes. Dërsa barna, terapi tjetër, përdorët në këtë rast? Po përdorën që të lësionet, si thashë podofilina, përdorën tharsit ati regionit, se njëri prej shkaktarëve që nëzit më shumë është sekretet, edhe vendet intertreginoze, aty virusi e donë ujin, thjesht e donë lagështin. Kështu që shumohet me përmasa më të madhe, dhe përhapja është më madhe tek. Doktor, çka në qoftë se nuk trajtohet, ju i përmendet disa sëmundje, madje deri te kanceri, mund të shkoj deri këtu në qoftë se nuk trajtohet për infekcion? Kryesisht sidomos te femnat dhe të lokalizohet në qafën e mitrës. Dhe janë të shpeshta këto raste? Po ka, jo dhe të shpeshta, po kemë raste. Doktor, çka tjetër kur jemi në këtë stinë, cilat janë sëmundjet të cilat ashpërsohen apo din të shfaqen gjatë stinës së dimrit kur kemi të bëjmë me lëkurën? Po, gjatë stinës së dimrit janë disa dermatoza që paraqiten tek pacient. Sukur gjatë verës që kemi probleme shembull me djegje, qashtu edhe gjatë dimrit si pasojë e ftoftit kemi një 3 shkallë të dëmtimit të lëkurës. Pernionët apo mërdhirjet është një sëmundje që e atakon lëkurën, kryesisht është formë pak më e lehtë, që jep ndryshime lëkurë në formë të një nodusi edhe një skuqje. Në prekje është e fortë edhe dhëmshme. Shkaktar kësaj përveç që është ftofti është edhe lagështia. Shembull konkret nuk do të thotë kjo sëmundje që paraqitet vetëm në minoz, domethënë, në temperatura shumë të ulta, po din të paraqitet shembull ka deti Adriatik. Kemi raste që shpesh që kemi perione edhe në atë region, edhe pse temperaturat nuk shkojnë në minus. Po aty përveç faktorit lagështi është dhe faktori zgjatjes në temperaturë të ulët. Shembull konkret, nuk kanë të gjithë pacient ndihmëri të njëjtë në temperatura sukur disa. Aty një prej faktorëve është ndryshimet neurovaskulare, pastaj ndryshimet konstitucionale, pastaj ndihmëria e disa pacientëve në të ftoftë. Është me rëndësi me përmend këta që terapia nuk ka shumë efikase të këto sëmundje. Shembull si terapinë kohën e fundit përdoret iktioli 30% dhe përmendat vitaminoze. Përveç kësaj përdorim edhe vitaminën B, përdorim vitaminën C. Kjo është një prej shkallave më të ulta të dëmtimit të lëkurës prej temperaturave të ulta. Një sëmundje tjetër që paraqitet si pasojë temperaturës të ftofta kemi edhe eritrocianozën. Kjo paraqitet kryesisht më shumë tek femrat e reja. Që edhe kjo vjen si pasojë e ndryshimeve vaskulare edhe konstitucionit të pacientit, po edhe ndryshimeve hormonale. Kjo sëmundje paraqitet me një ngjyrë vjollce në të kuqe, që në prekje është e dhëmshme, edhe përveç që është e dhëmshme, ka edhe simptome alarmante, kështu që dëshiron që mos të
hyn pacientin në temperatura dhomës, shembull se aty fillon një krurje, fillon një dhimbje. Edhe kjo kryesisht paraqitet te ato femrat që janë me probleme hormonale edhe probleme që kanë kryesisht që kanë me vazopati. Janë të pacientë pak më... Në duar, në kam, në fytyra... Kjo paraqitet kryesisht në ekstremitete. Mas shumë të paraqitet në regionin krural poshtë. E aty kur paraqitet kjo smundje, në thojmë kemi një farë diagnoze diferenciale, do të dallojmë. A kemi prej problemit temperaturës së ulët, apo kemi smundje tjetër që është shembull sarkoidoza, eritema nodoze, se në bost pomjes do këtë tipike sukur që është edhaja. Ndërsa një form pak maron, e kemi edhe një form që i atakon si përfaqe më të madhe, në i thojmë si akrocianoza. Kjo kryesisht i atakon periferitë e gjymtyrve, e komt, gishtat e durve, pastaj veshët, hunën, faqet. Kjo është pak më komplikume, apo kupton, se pacienti ndin një ndihshmëri pak më të madhe. Se përket kësaj smundje, te kjo smundje thash si faktor, kryesisht si faktor janë faktorët edhe të mbrëmshëm të organizmit, janë angiopatit e ndryshme, çrregullimet hormonale. Është karakteristik të kjo që din të paraqitet. Edhe te moshat e reja, po edhe te femrat në kohën e menopauzës. Trajtimi të kjo smundje është pak më e komplikume. Kryesisht nëse paraqitet pacienti me këta, pikëpari do të ngrohemi, të bëjmë masazh, të bëjmë diatermi, pastaj të përlongje edhe të veshet me rroba të nxehta. Është interesant, të këto pacient janë të domosdoshme, të kanë këpucë komode, të kanë qerapa të leshta të gjata, edhe të hecin edhe me dorza gjatë... Dhe të jenë gjatë tërë kohës të ngratë. Janë të ngratë, me qenë se derisa ato janë të ngratë, këto ndryshime vaskulare nuk vinë edhe ndryshimet në lëkurë. Ndërsa në qatë moment që i atakon temperatura ulët, këto reagojnë me ndryshime. Doktor, kam fillu me arë disa pyetje të cilat shikuesit po i dërgojmë, po në këto momente pra po trajtojmë temën sa i përket sëmundjeve të ndryshme të lëkurës që mund të shfaqen apo mund të ashpërsuan kryesisht gjatë stinës së ftohtë. Thot mirëmëngjesi për doktorin, desha një pyetje sa i përket shenjave që shfaqen, çka me përdor që me i largu? Tash nuk e ka çfarë shenja si pasojë temperaturës të ftohta, po kemi hiperpigmentime, kemi... Po, kryesisht nëse vinë si pasojë e të ftoftit, unë me një farë mënyrë na e spjegum. Ndërsa ndryshimet që vinë, hiperpigmentimet, ose ndonjë nevojë, ose diçka tjetër, ose djegjet, ato do të trajtohen varësisht prej tablos klinike që e kemi. Shembull, kemi hiperpigmentime që vinë si pasojë e rrezave të diellit gjatë verës, kemi hiperpigmentime që vinë si pasojë e shtatzonave. Kështu që secili ka tretmanin e vetë. Ne këto, përveç kremave që ekzistojnë, kemi edhe laserin që eliminojmë më së miri. Po laseri përdoret kryesisht jo gjatë verës, po këtë kohë ku është më ftohtë, ku nuk e ekspozohet shembull lëkura prap diellit, meqense se gjatë intervenimit aty të llohet lëkura, edhe nëse rrezet e diellit e atakojnë prap, ai bëhet hiperpigmentim më i madh. E kemi po ashtu dhe një tjetër që thot për shfaqjen e këtyre shenjave, thot dua të di shenjat në lëkura shfaqen edhe për shkak të ujit ose detergjentëve. Apo kjo ka lënë alergji? Shqo, detergjentat, uji që ka gjelqere sene, problemi më shumë të në lëkur jep të ekzemat. Se shembull femrat kryesisht që lajnë enë, lajnë gota me detergjentet ndryshme, ato irritojnë lëkurat. Pyetja është te gjenia femërore, ndërsa te gjenia mashkullore, shembull ato punëtorë që janë të ndërtimit, që përdoren cementin, e përdoren gëlqerën, ato kanë probleme më të mëdha, shembull konkret me ekzema, apo që thot populli më llakatunor që me majasil. Me majasil, po. Doktore, kemi një pikërisht për majasil e kanë shkruajtur se çysh me trajtu dhe çka duhet me bu, a qëndron gjatë jetës? Po, qëndron. Ekzema pa ardhur në kontakt me shkaktarin, din edhe mos mu shfaq, ndërsa kjo është në realitet një smundje që dhe trashëgohet. Nëse një prind
e ka mundësia të fëmija me trashëguar 30%, ndërsa nëse e kanë të dytë, mundësia është me këshku deri në 70%. Kjo trajtohet kryesisht me kortikosteroid, mundësia e ripërsëritjes është, s'muj me thonë që tash për merë një terapie dhe kjo për tërhekat komplet, jo, din përsëritet. Nëse vjetë e kontakti, prapë. Kjo e bje super të afrojmë në benzinin dhe zjarin. A ka mundësia ja para agujo, qashtu, nëse ne bëjmë kontakt, organizmi jo në reagon me ato mekanizmat e vetë dhe bënë ndryshimet në kur. Doktor, sa jemi të hapër që me njëherë të kemi kontaktin me profesionistin edhe të shkojmë, të trajtojmë këtu smundje? Po tash në kone e fundit është boni ne, vëllojmë pak se cili pacient qoftë për ndryshime në ftyrë, qoftë për ndryshime në lëkur, qoftë për probleme tjera, kontakton më shpejt me dermatologin si sa me herët. Doktor, sa janë të rrezikshme, e kam fjallën këto lytha që janë si lloj benga që na i quajmë, janë të rrezikshme në qoftë se shtohen edhe duhet kontrolluar vazhdimisht në qoftë se po rritën ose jo? Po normal që duhet përcillet. Shumica e popullatës tonë, nëse shofin në ndryshim që është me ngjyrë kafe, ose hiri, ose ngjyrë të likurës, që për gjitha këtyre smundjeve, melanoma maligna është aja që është të morë maj rrezikshëm, do më thonë, kanceri i likurës, edhe thojnë mëse prek se ta merr jetën. Kemë shemëll nevusa verukal, kemi nevusa kështu tjeshtë që mund të hekën pas një problem pa pak. Do të thotë mund të prekën, a? Po, prekën, po do të, para prakesh do të bëhet spoku një dermatoskopi, që shumë se qëfar që liza përmbojnë ato ndryshime, pastaj si pas nevojës mund të... Dermatoskopia është si lloj biopsie? Jo, është një lloj sigur mikroskop atë e zmadhojmë atë atë farshenjë edhe shien ato qelizat, se qëfar qeliza. Po këtu shkohet kryesisht në mënyrë kirurgjikale, pastaj pas intervenimit, më së miri është me bë secilës një biopsi me ditë se çka ke. Doktore, kemi edhe disa pyetje tjetër, thotë motra ime ka disa lisha në pjesë të ndryshme të trupit, a ka mënyra që me i largu. Nuk ka irritim të lëkurës, vetëm i ka prej moshës 6 vjeç dhe nuk i janë përhap, i kanë mbetë në të njëjtën formë qysh e ka pasë edhe në masi. Po si që thotë paciente lisha mjekot letë dhe mirë, ndërsa prej 6 vjetë ta shumë për disa vjetë i ka, po shumica populata lisha ju thojnë edhe psoriazës vulgare, aja është një smundje kronike që në mban gati të rjetën. Kështu që ato janë do krusta si argjendit që paraqiten në për lakesa, aja smundje është e 3 forma, mund të paraqitet në për lakesa, po mund të atakoj edhe komplet trupin, paraqitet edhe në kokë, lisha si lish janë smundje ngjitse, kështu që me terapi adekvate aja hekët, nuk ka nevojë me majt me vit. Doktor, kemi edhe pyetje të tjera, thot përshëndetje për juve dhe doktorin, prindët e mi shfaqet herë pas here një lloj shenje irritimi i lëkurës në dorën e majt. Përdor kremin që ja ka rekomanduar mjeku, po prapë i rishfaqet. Po sigurisht është egzem. Egzema rishfaqet përsëri. Faqet pas një kohë. Do të me mjeku edhe me këqyr shkaktari se cili është ai që pe ban. Një tjetër thot, doktore kam një 11 vjeç që po i shpërthen në fytyrë si puçra e po i kruhet çka mundet me bo. Po tash fëmia kur pi bën 11 vjet ka shanca me kalu në tëvar, ne thojmë pubertet prekoks. Do me thonë kohën e pubertetit. Ato sigurisht janë ose akne vulgare ose në i dermatit perioral. Mjekon ato, me terapia adekvate mjekon. Është mirë se të mjekon edhe aknet e pubertetit? Pa tjetër, me qenë se... Apo do të me ilonë që shna thojnë jo, do të mjekon, me qenë se ato din me kalu shkallë, kështu që nëse kalojnë në të aknet konglebata, ato din të lanë shenja të rjetën e përftyrë. E kur jemi të kshenja të cilat mund të mbesin, doktor, është një pyetje tjetër, thot djali jam e ka pas lijen e ujet. Dua të disim ja heq shenjat që i kanë mbet në për trup. Po kryesisht të fëmijët që kanë lijen e ujit, mos mjekimi adekvat, vjen të pezmatimi i lëkurës dhe aty në të moment ku bëhet qelbë në lëkur, din të jenë shenjat të rjetën. Po ato din mu korrigju shembull, ose në kirurgji plastike, ose ne i trajtojmë me laser.
Trajtohen për një kohë gjatë, duhet përdorën seanca të shumë? Jo, 2-3 seanca. Varësisht, po do të ketë s'poku fëmija 18 vjetë. Jo, më i ri. Doktor, ka diçka për këtyre sëmundjeve të lëkurës të cilat mund të persona, apo ndikojnë edhe për nga ushqimit të cilën e konsumojnë, apo ndikojnë vetëm faktorët e jashtëm dhe jo ato që i konsumojnë? Po shembull konkret nëse lidhemi tash te aknet, edhe ushqimi është një prej atyre faktorëve që e nxit. Ushqimi, sidomos këto rinia pinë pije të gazume, pastaj hana mbelësira shumë, përdorin senet skarës, pastaj lyhen me femrat me lloj kremi, kështu që bllokon krejt porët e lëkurës, normal që edhe lëkura ka atë florën e vet bakteriologjike, që atë moment që ja prish atë balancin, ai din me reagon në mënyrë të vërtetshme. Thot një tjetër, përshëndetje doktor, e kam dy duart, të kuqe po më rrim, po më kruan, çka duhet me përdor për me heq këtë skuqen e kruarjes? Po tash si skuqje mundet me pas edhe ndaj smundje kronike, nëse nuk i hekat. Kemi shembull dermatomiazitin që paraqitet kryesisht në përdor me skuqje që është smundje kronike e që shkon me tretman mjekësor gjatë. Nëse është vetëm një eritim, mundet edhe eritima mundet me orë si pasojë ndryshimit të temperaturës, si pasojë e përdorimit të ujit një kohë gjatë, pastrimit durve të shpeshta. Në të paraqitet e dermatologën më i afërt ta bani kontroll. Doktor, po në qoftë se flasim për skuqjet e fëmijëve në zona intime, do të thotë në organe gjenitale, prej çka mundet me ardhë? Vjen çdo herë për shembull prej pallomave, letrave të lagura të cilat i përdorim, prej pampersve, a mundet me qenë për shkak që qëndron një kohë të gjatë në një lloj forme e mbyllur, çka mundet me qenë për shkak se ka dhe shumë shqetësime si nana të cilat i diskutojmë tutje? Ne asoj smundje ne i thojmë dermatit amoniakal. Aja vjen si pasojë më shumë tek fëmijët që kanë barkëqitje të shpeshta, po edhe tek fëmijët që rrin një kohë gjatë në persa pa u ndrru. Kështu që në persë din mu avullu amonjaku, edhe amonjaki kur ta takon lëkurën e skuq edhe ajë. Është një patologji, ku gjë shumë e shpesht, shembull konkret, çdo pacient që vjen, çdo nanë që vjen me fëmijë, tham s'poku që edhe natët në të qohet në të nërën persën 2-3 herë, me qenë se në qatë moment që rri persën një kohë gjatë, edhe avullohet urina, edhe amonjaku deporton lëkura, ja shkakton skuqje, djegje, dhimbje, edim, kështu që i preferojnë onat që ato që kanë këtë problem, në të ngritën edhe natën, në të ndrojnë në fëmijën, ndërsa ditën mundësisht të alon pa persë. Kështu që vjen si shërimisht... Po mundet me arë si lloje infeksioneve që edhe ata munden me shfaq edhe fëmijët e vegjël infeksione. Po normal, po kjo është një lloj infekcioni. Po, edhe kjo. Kjo është lloj infekcioni, barkëqitjet që paraqiten, që nuk ndrohet persja, i jep kontakt e lëkurës, urinat tregova nëpërmes amonjakut e skuq lëkurën edhe e bën edematoze, krejt që kjo vjen si pasojë që sa jo tjetër që. Thot përshëndetje, kam shumë akne, por kur shkoj në deti më hiqen, cila mundet me qenë arsyeja? Po në deti, kur të shkon ai edhe rrezitet edhe hen ujë me kryp. Kështu që deti një kohë i përmison mirë. Dërsa masane bëhet një keratinizim i lëkurës, mas një 2-3 javë një muaj, ajo din më përkesu më shumë. Po, pikërisht unë kam të kundërtën. Kur shkoj në deti komplet tjetër. Thot para 9 muajve jam smur nga herpesi. Jam mjekuar te dermatologu, pastaj 5 muaj te neurologu, por më këtë pasi ende kam dhimbje, çfarë të bëj? Bos pamjes, këtu kemi, kjo është smundje po, kjo është, ne i thëjmë herpes zoster, për ndryshe i thëjmë zjarri natës. Kjo është një pezmatim i nervit në lëkur. I atakon mëse shumë të ato që kanë imunitetin e dobët, po të plest është më e shpesht. Kështu që regenerimi i nervit të plest shkon me muaj, ndërsa të trit e të i kalojnë. Më varësisht ku e kap infekcionin nervë, kryesisht atakohet gjysa trupit, që më një nervë, po që se e kap në atë shtrire që është paraqitet nervi, ato formohen fillim, bilen para se mu paraqit ndryshimet, ato bullat që të mushëra me ujë,
pacienti ka mundësi një 4-5 ditë ose një javë të ketë dhimbje. Po shpesh shkon te doktori i praksikës përgjithshme, edhe ai mendon që ka një ftofje aty apo një si thojmë një reum, edhe jep terapi ampullare ose terapi antireumatike, pastaj mas 3-4 ditë ose një javë paraqiten bullat, edhe bën këto ndryshime. Është një sëmundje që shërohet, te të rritë nuk e marrin shumë vesh, domethënë, nuk kanë komplikime, ndërsa te pleqt po. Te pleqt shkon me muj. Po me terapi adekuate... është pak ma e gjatë, a? Po, te pleqt është ma e gjatë, se regenerimi i nervit është, imuniteti te pleqt është ma i dobët, edhe mundësia e shërimit shpejt është pak ma rrallë. Doktor, ka dhe shumë pyetje të tjera të cilat kanë ardhur dhe disa prej tyre ju përshëndesën dhe disa të tjerë kërkojnë numrin për të cilën pastaj dakordohemi me doktorin dhe ju tregojmë ose ku vendet ku ju mund të shkoni edhe pastaj të bëni një vizitë doktore nëse vetë se keni probleme të tilla. Doktor, edhe një mesazh për fund për shikuesit të cilët na ndjekin, të cilët mund të përballen me këto sëmundje. Po, çdo sëmundje që paraqitet në fillim, shërimi është më i mirë nëse drejtohet te dermatologu, me qenë se sëmundjet në dermatologji janë të shumta. Me qenë se lëkura është organi më i madh i organizmit. Shumica e sëmundjeve që janë mbrëmja diagnostikohen ashtu kur paraqiten ndryshimet në lëkurë. Kështu që për çdo problem në drejtohet te secili mjek më i afërt që ka, edhe bën zgjidhjen e duhur. Doktor, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve për ftesën. Shumë kënaqësi që ju kemi këto. Faleminderit.